Allah thot, kutil el kharrasun, u mallkofshin, Zoti i vraft, mashtruesit dhe gënjeshtarët, kharrasun. Thosh, kjo është gjuhë pakeron, nxitur rrete kjo. Së më mi thonë njëri të vraft Zoti, gjysh, po hajde këshurëm për fillimit, o dharjati dharua, felhamilati vikra, po të kalzon, rejat për ty për i bëj, eren për ty për e bëj, këto për ty për e bëj, po të kalzoj bëllë mirë, po të asqeraj, po që i pejgamber, po të du argumente, po të japi afat, po të duraj, po të fali, po të gjitha, në fund, për një kojtë shkur, thush, jesë është e mirë, e që me të tonë ty, merhaba, që me të tonë ty tjetër? E kuptohet njërë, a i mëse shën ka aspektit personal, shikojnë nga rjedha që ka ban një njëri me mohimin e tijepën, që ka ban një njëri me shirkun e vetë, që ka ban, sa rënimi është, sa mos mirënjohje është, sa shirri është, në ka punë e thjeshtë e në ka punë e thjeshtë ka punë për shambull, gjithë kush ka drejt, këpë s'ka drejt, po në kuptim të jetës, po ka drejt se që është Allah e ka punë si njerëzve me zgjedh, në dunja, ama realisht, që shbe ki drejt me hu Allah, që është ki drejt? Që është ki drejt për epshe, për inate, për paragjykime, gjitha këto argumente me mu, që është ki drejt? Me na pak, kote lë kharrasun, qëta lë kharrasun, gënjeshtartë, mashtrust, e shë dhe rranë, e shë, e ka pa që është pejgamber, kona ma diqka të me rajtë, zbanat, Allahu na falë, me rajtë, me janë gjitë një muslimon një akuzë, saktume, ta shenë që është të po, du të me thonë diqka në aptër, që me nalë hovin, për shumë motat tonë ambulohen, që shmi nalë, paguhen aptër. Për të jasë se kja pakona, s'kja paguhen, po, e dijone, kharrasun, gënjeshtar, këta e gënjeshtar, ose për shambull, parta që i falin, ose mjekra, ose shkujnë haqë, ose qa po dijone, kharrasun, gënjin, për të ngjitë shpifin dhe i besimtarve, që të shkaktojnë hutin mes të tjerëve ato. Që kja e kharrasun, që ta dhe konë, këta janë të malkum, që shpifin e gënjen për të shkaktu huti të njerëzit, për të bëjnë njerëz pjesë të kaosit, pjesë të lugës. Kësë Allah e ka bërë shumë bukur, e ka rregullu tokën, e ka rregullu gjitha me argumente me fakte. Këta vinë e bëjnë shregullime. Kjo grupë bëjnë shregullime. Këta që kanë vendosë mos më përgjigjë, këta që kanë vendosë për armiqësi të rifën, qëta, kutil e kharrasun.